Miqtë mi të dashur, ja tu takohemi përsëri në këtë ditë të fundit të muajit maj. Sot studia jone është mbushur plot me fëmijë të cilët kanë dhuruar plot emocione të bukura para disa ditësh në një festival. Hej, përshëndetje dhe nga unë shoqja juaj më e mirë. Po se vërtet o Pimbi, salla e teatrit ishte plot me fëmijë, prindër të cilët me shumë emocion, me shumë dashuri shikonin këta artistë të vegjël në skenë. Po dhe sot ata do bëjnë një mini koncert për ne. Po apo ja? Po, pa diskutim. Le të fillojmë të prezantimin për të njohur nga afër se cilët janë këta fëmijë. Po. Jani Kalamaja. Hajdeni. Përshëndetje. Wow, Pumbi do kënaqemi sot. Do kënaqemi sa, vajza të bukur. Sot kemi gjithë këngëtarët më të mirë në botë. Lumsin e bravo. Jo në gjithë botën, domethënë pas meje. O, pas teje, tashi nuk e di kush është i pari ti apo këta? Emrin të lutem. Irini, s'kurse dija, unë dija. Irini, këngëtare e ti? Po. Ke qef të bësh këngëtare madhe? Po. Mirë. Suksese. Vetëm mua mos më kalo. Misa ardhe Lepurushkë. Një Lepurush, e so kutonë. Si e ke emrin? Rajla, sa emër i bukur. Shumë emër i bukur. Faleminderit. Rajla, u kënaqe ti në festival? unë kënaqa shumë. Do na kënaqni edhe ne sot? Shpresoj po. Sa bukur, faleminderit. Bye. Bye. Ua, pas kemi një Lepurush tjetër, dy Lepurusha. Po pas ka një lule shtrydhe atje te veshë. Ua, do na japës neve të dyve? Po, festivali fëmijëve, thot sa bukur. Bravo. Emrin të lutem. Emri im është Abigail. Abigail, unë e dija. Ma më thuaj, si quaj kënga tënde? Kënga ime quaj E ka ditë lindje Lepurush. Ka ditë lindje, do më sjellësh turtën. Ku e kemi turtën? Ja. Ua, turtën. Avash, se do na jap kur të mbaroj emisioni. Ajo tha jo. Po ty të tha jo, mua më tha, po se ma shkeli sëri. Miru pafshin, s'ko merë turtën dhe atë me vrap. Pafshin. Wow. O Pumbi, njëra me bukur se tjetra. Po e mo sa fërsan të bukur ka kjo. I them të ma japi mua. Pas buke. E mirë. Ta mirë turtën pasaj. Mirë. Si e ke emrin? Rea. Po, kënga jo të si titulloj. Kënga ime titulloj Eja të lozë. Do luajmë sa bukur. Do luajmë bashkë, mirë, bashkë të mbarojmë. Miru pafshim. Si e ke emrin? Maria, dia dhe unë. Maria Faqe Kurabia. Në të kafshoj njërë kurabie. Maria këngëtare? Po. Je ti, e? Po kishe emocione në skenë, si të dukesh e skena? Madhe? Po. Po e kishe emocion? Jo. Lumë ti që s'ke Mos thua si emocione. quaj kënga. Fjala ime të dëgjohet. Të të gjojt fjalla Do të të dhe dëgjojmë i gjithë pastaj. fëmijëve. Po. Do t'na kënaqësh, faleminderit. Bye. Pafshim. Isa bukur e po më benza. Edhe mua më preku dhe më bëri xhan. Sa qef. Si e ke emrin ti, voglin? Joan. Bravo. Në kopë si apo në shkollë? Në kopë. Sa flok të bukura që ke. Sa i bukur që je. Këndoje ti? Jo. Mes në kopës. Kur të rritesh do këndosh, do bësh dhe ti këngëtari. Miru pafshim Joan. Miru pafshim një të puthur janë. Teta Artemisi. Ua, sa vajzë e bukur që qenë ka. Mi se erdhe në spinë tonë përsëri. Bravo, Faleminderit. Artemisi, këndove ti si e kështë titullin kënga jote? Vale kaltër, vale bartë. Ua, të pëlqen dhe ti ty? Po. Tani pa afron dhe plazhi do shkoj në plazh. Do shkojmë Atere, bashkë me ti. unë do shkoj në valën e kaltër, ti shkoj në vala e bardhë. Në rregull. Të mbytem unë në vala e bardhë, se vala e bardhë Ha, bashkë mos i shumë bën kështu shkumbë. dhe ti. Mirë. Miru pafshim Artemisi. Miru pafshim. Me bas që këta e quajnë Elektra. Me bast. Si e ke emrin? Elektra. Si ka unë Mami gjeta. Tovi bast. O Elektra, në çfarë klasa je ti? Unë jam klasë 3. Ishe në festival. Po. Si titulloj kënga jote? Vale kaltër, vale bartë. Sa burë kemi dy vala. Këndoj me Artemisin. Duet. Bravo. Ju lumë, suksese. Hajde, do t'ju dëgjojmë pak po pak. Pafshim. Ua, o Pumbi më në fund një djale. Sa bukur. Dy shokë dhe ai djali vogël bukurosh, u bet 3 shokë. Më thua si të quajnë. David. David, me që je i vetëmi mashkull këtu,
Më ke sjell mjalt. Jo. Po, s'më bere. Po mirë, do të sjell herën tjetër. O David, Po çfarë më ke sjell? Asgjë. As çmimi nuk më sjell. Çmimin po. Sa bukur. çfarë çmimi more? Mori çmim Çmimin e parë. Bravo, të lum, David. David, se e nga trova nga emocione dhe unë. Skaj. Faleminderit. Herën tjetër të vish me Miru mjalt. pafshim. Në rregull. Pafshim. Ester, fituesja tjetër në duel. Bravo, jam shumë e lumtur që ju e fëmijët keni dalë shumë mirë që kënaqet të gjithë qytetin e Korçës, prindrit edhe neve, pimit e punë. Ester, ai gjaxhi nuk më solli mjalt, po ti më ke sjell gjë. Unë kam se çmimin e parë. Çmimin e parë, të lumt. Faleminderit. Do më japësh një xhiro pastaj. Faleminderit. Bye bye. Pafshim. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. O, sa bukur, më Faleminderit që na përkëdhele. Si e ke emrin? Kloe. Kloe, sa emri bukur. Shumë i bukur. Kloe, të themi një sekret. Sot do kënaqemi me këngë. Na ka marrë malli të dëgjojmë juve në ato zërat tuaj të bukur. Ti cilën këngë do na këndosh? Olimpiada. Olimpiada. ke marrë Do marrin çmim. Do marrim. Do marrin çmim Olimpiadës. Olimpiadë, po Japin patjetër medalje. të marrësh çmim apo ke marrë çmim? Ka marrë. Të lumt, të Po ne, lumt. Edhe juve. Faleminderit. Pafshim Kloe. Bye bye. Pafshim. Wow. Hedea. Edea, po ne Edea ne njohim. Hon, e kemi çdo Me emision. çdo emision, me Ne zërin kemi e këngë përshëndetse. Po, me zërin e saj të bukur na shoqëron në çdo emision. Faleminderit Edea. Hedea, ti cilën këngë këndove? Vallëzoj me kafshët. Mene. Faleminderit Edea. Faleminderit, do luajmë valle pastaj bashkë prapë. Hajt, pafshim. Pafshim. Si e ke emrin? Erla. Oh, Erla sa bujqeshje të bukur ti ka. Shumë. O, Erla, këngëtare dhe ti, po? Fitove ndonjë çmim? Po, se fitova çmimin e dytë dhe çmimin e publikut. Bravo! Po mua nuk do më jap ndonjë çmim. Ja t'jap edhe unë. Tra la 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 la. Po Shko sa të bukur që kam. Erë tjetër në festival na ftoni dhe neve se na bëhet qefi shumë. Faleminderit Pafshim, Edea. suksese. Pafshim. Baje. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Amilda. Amilda. Sa Sa emri bukur. Shumë emri bukur. Më thuaj çfarë bën ti? Unë kam qenë në kor dhe kam kënduar bashkë me shoqin tim. Sa bukur, suksese. Suksese. Kur të mbaroj misionin do këndojmë ne bashkë me kor. Dakor tje. Mirupafshim. Pafshim. Ju përshëndes të gjithëve nga shtëpiza jone e vogël e Pimbit, Pumbit dhe miqtë e vegjël. Sot studioja ime nuk ka një të ftuar, ka shumë të ftuar. Siç e shihni, edhe nga kamera janë fëmijët të cilët në mes të muajit maj na kanë kënaqur me zërin e tyre në teatrin Andon Zako Çajupi në festivalin e 58 të këngës për fëmijë në qytetin e Korçës. Si fillim dua të përshëndes miqtë e mi më çamarokët që ju i njihni tashmë, është Pimbi dhe Pumi. Përshëndetje ju të dy. Përshëndetje Kalamaja. Përshëndetje të gjithë ju fëmijë. Pa më thoni pak, ishit në festival ju të dy Po, apo ju merrte dera? Shumë u kënaqëm, u gëzuam shumë për këta fëmijë. Ju merrte dera tjetri. Kur hyt atje ju merrte dera? E po, një çik me. Kështu me zor, jo drejt, po kështu anash, si u futët. Kjo ta themi pas Ana. emisionit. Pas emision, e di që ti je shumë i turpshëm. Përshëndetje dashërtea. Përshëndetje Onda, përshëndetje gjithëve ju fëmijë që na shikoni nga ekrani, përshëndetje gjithëve ju këngëtar të vegjël. Atëherë, këta janë vërtet artistë. E po ne nuk na përshëndeti. Përshëndetje Pimbi Pumbi, më Aman falë se ju harova. dashërtea, mos i haro ata. Përshëndetje fëmijë, mirë se erdhët në emision. Sa të qetë dhe sa të mirë që janë, nuk e di, nëse janë kaq të qetë dhe të urtë edhe në përditshmërinë e tyre. Po ti që nga të gjejtë nuk do këndonin aq shumë aty të bënin. Ideja është se gjithë energjinë që ata kanë e shprehin përmes talentit të tyre që është kënga. Për shembull, disa nga këta fëmijë ne i njohim sepse në puntatat e këtij emisioni kanë qenë njëri pas tjetrit. Për shembull, ka qenë Irini, ka qenë Maria, ka qenë Abigaili, ka qenë Rea, ka qenë Edea. Edhe Artemisi ka qenë këtu në emision. Dhe pjesën tjetër ne do ta prezantojmë pak nga pak. Por kam edhe një të ftuar të voçkël, ai është në Kopës dhe është kaq i mirë me flokë kaq të bukura, që është Joani. Joani, çojmë pak në këmbë zemra të dukemi aty te kamera. Joani, çfarë do thuash për ne sot ti? Ta mbajona? Çfarë do thuash? Një vjersh. Po do thorasim pak që të dëgjohet vjersha? Ta dëgjojnë dhe këta shokët këtu? Vjesh. Po, themi
kemi vjeshtën me Joani. Forca Joani. Bicikleta me 3 rota, kure nga çuditet bota, tring, tring, tringëllon, zilja e vogël në timon, shoke, shoqe më vin pas, kur unë bicikletën ngas, tring, tring, tringëllon, zilja e vogël në timon. Një duar trokitje të lumt Joan, të lumt nga Do me hapi një kënaqe. xhiro atë bicikletën dhe mua. Do t'i japim një xhiro pimbit bicikletën? Pa. Faleminderit, të ka shok Joani, të ka shok. Atëherë, unë dua të nis si gjithmonë me fituesit. Ata janë një vajzë dhe një djalë, të cilët kishin një duet shumë të bukur. Davidi dhe Është David Lako dhe Ester Taipi. Po përpara se të flasim me Davidin dhe me Esterin, unë dua të falenderoj për organizimin e gjithë Fest 58 në Teatrin Andon Zako Qajupi, zonjën Daniela Jano dhe Blerta Belliu. Japim një duar trokitja? Dhe gjithë stafin i cili ka punuar, por kryesisht zonja Daniela dhe Blerta kanë qenë kryesoret në organizimin dhe në gjithë mbarvajtjen e Fest 58. David Lako dhe Ester Taipi. Ju fituat çmimin e parë. Po. David, është për herë të parë që ti merje pjesë, je një zbulim i zonjës Marieta Jasi. Unë dua të përmend pak tekstin, muzikën dhe orkestrimin e këngës. Ne do të kemi mundësinë ta dëgjojmë këngën nga Esteri dhe Davidi, por titulli i këngës është Një botë me dashuri. Teksti dhe muzika Marieta Jasi, orkestrimi Adrian Jorgji dhe e këndojnë këngën Ester Taipi dhe David Lako. David, edhe Ester, na tregoni pak për eksperiencën tuaj. Shohim nga kamerat drejt dhe flasim bashkë. Kishit emocione kur fituat çmimin? Po, kishim shumë emocione se ishte dhe era e pare. Si u ndjet? Unë kisha shumë emocione, por normalisht i eliminova pasi nuk ishte hera e parë që dilja në skenë dhe isha ambientuar. Isha ambientuar. Ester, për herë të sa të merrje pjesë në festival? Për herë të tretë. Për herë të tretë, je vlerësuar me çmime dhe herë të tjera? Jo. Jo, do më thonë, kjo është çmimi jot i parë, pas 3 vite që ti ke marrë pjesë në festival. David, si ishte ky zbulimi jot? Shoqja ime Esteri më ftoi për të kënduar në kor bashk dhe mësuese Marieta më ftoi për të kënduar solist me Esterin. Solist me Esterin dhe kështu ju të dy fituat. Pra zonja Marieta e spikati talentin. Do i thash asaj mësuese na marrëdhënet na provoj një herë. Po, mos ki merak. Faleminderit. Do bëni këngëtar. Po, ne të dy mund të bëjmë një duet shumë. Në këtë emision na kanë ardhur, e mbani mend Pimbi, Pumbi dhe Tetea që në këtë emision na kanë ardhur shumë fëmijë të cilët kanë dashur të këndojnë dhe ne i kemi lënë të këndojnë të gjithë. Kështu që ndoshta do t'i ftojmë ndonjë ditë ata dhe do ftojmë dhe mësuese Marietën që të spikas, ndoshta për në festivalin e ardhshëm ndonjë nga talentet që nxjerr dhe shtëpiza jonë e vogël, sepse dhe këtu kanë dalë talente apo jo Pimbi? Mos na harroni dhe neve të dyve. Po kënduat ju të dy, si mendon ti David? Po kënduan ata të dy? Edhe mund ta fitojnë. Edhe mund ta fitojnë. Unë thash se do iknin njerëzit me vrap nga teatri, se dua dhe mund ta fitojnë. Në rregull. Pse nuk jemi kaq keq ne? Nuk janë aq keq. Hoppa, albana. Janë keq? Po si japim një duar trokitje Pumbit me zërin e saj të ëmbël. Atëherë, David, një falenderim që do të bësh përpara se të performosh këngën. Po, unë falenderoj një shoqen time Ester, të cila më ka futur në këtë pjesë, mësuese Marietën që më ka shtyrë dhe po ashtu dhe prindrit e mi. Shumë bukur. Ja japim dhe Esterit, po Ester? Ndërsa unë falenderoj prindrit e mi që më kanë mbështetur dhe më kanë përkrahur. Falenderoj dhe Davidin që ishte pjesë e këngës. Edhe Pimbin. Po dhe ju sigurisht. Falenderoj gjithashtu dhe mësuese Marieta Jasin dhe gjithashtu falenderoj profesor Kostika Tanton që më ka shtyrë dhe më ka përkrahur në çdo hap që kam hedhur drejt skenës. Të lumë dhe unuroj që hapat e tua në skenë të mos jenë vetëm në teatrin Andon Zako Qajupi, por në të gjitha skenat,
më të njohura jo vetëm shqiptare, por dhe botërore. Shumë faleminderit. Atëherë, ne do të ndjekim edhe një herë un po e përmend, Një botë me dashuri, Ester Taipi dhe David Lako me tekst të Marieta Jasit, muzika Marieta Jasit dhe orkestrimi Adrian Jorgji. Tham që do të kemi një mini festival të vogël në shtëpizën tonë të Pimit dhe të Pumbit. Skena për ju të dy. Kthehemi drejt dhe ne e shoqërojmë Eduardo Kitje me muzikë. Ndjekim këngën fituese të Fest 58 në teatrin Andon Zako Çajupi. Tua që fëmijët sot kudo në botë të njohin gëzimin edhe dashurin. Dua që të rritem plot me mirësi në një botë të drejtë, në një botë të lirë. Dua që fëmijët sot kudo në botë të mos njohin vuajtje dhe fatkeqësi, të mos njohin luftë, të mos derdhin lopë, të kenë ëndra, të kenë shpresa për të ardhmen plot. Dua që të gjithë sot kudo në botë ta mendojnë të ardhmen si një botë më të mirë. Dua që e ardhmja të jetë më e bukur, mbushur plot me dritë, ngjyra dhe këndësi. Dua që të gjithë sot kudo në botë ta mendojnë të ardhmen si një botë më të mirë. Dua që e ardhmja të jetë më e bukur, mbushur plot me dritë, ngjyra dhe këndësi. Dua që fëmijët sot kudo në botë të njohin gëzimin edhe dashurinë. Duan që të rriten plot me mirësi në një botë të drejtë, në një botë të lirë. Dua që fëmijët sot kudo në botë të njohin gëzimin edhe dashurinë. Dua që të rriten plot me mirësi në një botë të drejtë, në një botë të lirë. Dua që fëmijët sot kudo në botë të mos njohin vuajtje dhe fatkeqësi, të mos njohin luftë, të mos derdhin lopë, të kenë ëndra, të kenë shpresa për të ardhmen plot. Dua që të gjithë sot kudo në botë ta mendojnë të ardhmen si një botë më të mirë. Dua që e ardhmja të jetë më e bukur, mbushur plot me dritë, ngjyra dhe këndësi. Dua që të gjithë sot kudo në botë ta mendojnë të ardhmen si një botë më të mirë. Dua që e ardhmja të jetë më e bukur, mbushur plot me dritë, ngjyra dhe këndësi. Dua që fëmijët sot kudo në botë të njohin gëzimin edhe dashurinë. Dua që të rriten plot me mirësi në një botë të drejtë, në një botë të lirë të lirë. Bravo. Bravo. Vërtet e meritojnë çmimin e parë. Me kuptim teksti i kësaj kënge. E kaloj mikrofonin tek Erla. Forca tea. Çmimi i dytë, titulli i këngës Yll i vogël, teksti Ardian Zeqo, muzika Ina Osmalli, orkestrimi Kristi Bello dhe këndon Erla Devishllari. Erla, ishte prezantimi që të është bërë dhe në skenën e teatrit përpara se ti të performoje. Na tregu pak, ke vite që merr pjesë në festival apo ishte hera e parë? Kjo ishte hera e parë që unë merrja pjesë në festival. Mundet të çojmë të lutem që të dukemi nga kamera, shohim nga kamera drejt, çojmë në këmbë të lutem. Kishe emocione si për rresht të parë që e kishe në Po, festival? kisha emocione, por në skenë i eliminova ato emocione sepse nuk është një gjë e mirë të këndosh me emocione. Të këndosh me emocione. Për çfarë flet kënga tënde? Teksti këngës tënde, për fabula e gjithë këngës tënde. Yll i vogël është. Për çfarë tregon? Për ndonjë yll, kush është ylli i vogël në atë tekstin e këngës tënde? Fëmijët ose? Fëmijët, po, se gëzimi i fëmijëve në këtë këngë. Si fëmijët gëzojnë kur shikojnë gjëra të bukura. Po. Ose mund ta ketë fjalën për mua që jam yll.
Apo e ke për pimbin, maj? Të shoqëroj dikush domethënë në korë që e bëra, apo jo? Po, ishte kori i cili... është prezent gjithmonë në teatrin Anosa Koçajupi nga qendra e fëmijëve Mihal Grameno, apo jo? Erla, skena është për ty, ne do të ndjekim Ylli i vogël nga Erla Dervishlari. E shoqërojmë Erlën me duart orkidje, ndjekim këngën fituese të vendit të dytë. Të lumt Erla, vërtet shumë e bukur kënga. Forca Pumbi. Jonida, kishim edhe një çmim tjetër të dy çmime të dyta. Po, 2 çmime të dyta. Atëre, titulli këngës është Olimpiada. Teksti Marcela Jorgji, muzika Adrian Jorgji, orkestrimi Adrian Jorgji. Këndon Kloe Kreta. Kloe, ja dhe Kloe, na trego pak. Ke marrë pjesë dhe herë të tjera në festival? Po. Pra nuk e ke presh të parë? Jam ndjer emocionuar, sepse e kisha sikur do dilte keq, sikur... Kisha ato pasigurit e tua? Po. Po në moment që je në skenë, pavarësisht se skena e teatrit Qajupi normal, ta jep atë ndjesin, është e madhe, është e bukur, ke një publik përpara, por imposhte emocionet? Kur e kam provuar për herë të parë, po? Pasi e mbarova këngën së kënduari, thash me vete, e po, si shtë në një gjë kaq e vështirë që mua më duke shoh bobo. Shumë, po pra duhet ta prekësh atë skenë që ta kuptosh. Atë do provoj dhe unë, me që është e vështire. Po, pse jo të mos e provosh ti? Asgjë të pengon ty. Jo, nuk e pengon asgjë. I bret maleve, fushave e jo më të qëndrosh në një skenë festivali. Ti dele dhe këndon për para gjithë pyllit atje dhe jo më për para një festivali. Nuk e ke për gjë ti. Nuk e ka problem. Me non të mua, bravo mua. Mendon se e përbalon a i e përbalon thua. Kloi, çfarë do t'i sugjeroje gjithë fëmijëve bashkëmoshatarëve të tu, të cilët kanë talent dhe duan ndoshta ta zbulojnë atë talentin e tyre duke u bërë dhe këngëtar? Çfarë do t'ju bëje një këshill? Çfarë do t'u thoje gjithë shokëve të tu?
ata nuk duhet të kenë frikë ose emocione, sepse një gjë pa e provuar, duhet ta provosh që ta arish. Që ta arish dhe ta kuptosh se sa e bukur, ndoshta dhe emocionet janë të bukura, sepse na japi një adrenalin në trup, edhe emocionet na krijojnë një gjendje nga një herë të mirë në trupin ton, apo jo? E përsërisim edhe një herë, Pumbi, titullin e këngës? Po. Forca! Si ishte më? Titulli i këngës Olimpiada. Olimpiada! U emocionove nga Kloi, këndon Kloi Kreka, por Kloi shoqëroi dhe nga kori, dhe ne kemi 2 vajzat të cilat do të këndojnë një duet, por do të shoqërojnë dhe në kor. Edhe ti do të shoqërosh në kor, apo jo? Kloi. Në rregull. Ju të dyja keni qenë në kor me Kloi. Çojemi përpara dhe këndojmë bashkë. Forca Olimpiada, fituese e vendit të dytë, kënduar nga Kloi Kreka. U thash pra, unë sot emisionin dhe kam vetëm fest. Bravo Kloi, faleminderit e dashur Kloi. Në këtë festival ne prezantuam vendin e parë, 2 vendet e dyta, janë dhe 2 vendet të treta, të cilin do ta prezantoj i pari Pimbi. No. Forca. Titulli i këngës të nderojmë mësuesit tanë. Po. Dhe duhet t'i nderojmë, se mua mësuan apetaren. Po, pikërisht. Me teksti Albert Baklamaja. Po. Muzika Albert Baklamaja. Orkestrimi Adrian Dimitri. Këndon Casey Metani. Ka kënduar Casey Metani, e cila ka fituar çmimin e tretë në këtë festival. Casey për momentin nuk është dhe ne e përshëndesim, japim përshëndetje shoqes. Përshëndetje Casey.
Vjeta ju ka fituar vendin e parë në festivalin e 57 të këngës për fëmijë. Ju e dini që Irini ka ardhur shpeshherë në emision, na ka kënduar këngët e saj dhe sot vjen si fituese e vendit të tretë me këngën Si pranverë të jetë jeta jonë. Teksti dhe muzika atë Spiro Katundi, orkestrimi Olsi Ahmet dhe ka kënduar Irini Katundi. Irini, nuk është hera e parë që merr pjesë në festival. Kthehemi nga kamera dhe na trego pak për eksperiencën tënde, i sa ti vit radhazi është që ti fiton çmima. Ky nuk është viti i parë që unë marr pjesë në festival, është viti i katërt. Po. Këtë këngë, të gjitha këngët që unë kam kënduar janë me tekst nga Gjyshim. Nga Gjyshim, po. Dhe unë dua ta përshëndes tani atë prindrit e mi. Po. Ju jap një përshëndetje dhe një putje të fortë. Të lumtë Irini. Irini, na trego diçka, të lutem, për çfarë flet kënga jote përpara se ne ta dëgjojmë? Kënga ime flet për fëmijët, për 1 qershorin. Të gjithë fëmijët duhet jenë të lumtur. Sot është 31 maj, nesër është 1 qershor, fëmijët kanë festën e tyre apo jo? Irini, sa kohë të desh për të bërë këtë këngën? Nuk mundesh shumë, por në fillim kur më tha gjyshi që do të fillojmë të bëjmë këngën, unë gjeva pak me emocione, sepse kishte kaluar shumë dhe kisha frikë. Por më pas, kur kalovi dhe kjo pjesë, u qetësova. Irini, si është të jesh në skenë, sepse juve të gjithë besoj se u kanë se lule, apo jo? Si është ai momenti kur të sillin buqet me lule pas mbarimit të këngës? Unë u preka shumë sepse vllai im i vogël mi solli lulet në skenë. Mi solli vllai. Ju të dy shikoj. Bravo, mos më ka sjell njëri lule. Ju të dy thatë që ishit. Mos më ka sjell jo lule pastaj. Pumbi, ju thatë që ishit në teatr, ju thatë që ishit atje. I çuat lule ndonjë fëmijë ju? Po. Po nesër është 1 qershori. Si ju vjen zëri fare? Nesër është 1 qershori, Nese. Ata të dy nuk mund të kuptojnë kur me njëri tjetrin. Si pranverë të jetë jeta jonë. Ne do ta dëgjojmë tani të kënduar nga Irini Katundi, fituese e vendit të tretë në fest 58. Forca Irini, skena e vogël e shtëpison, s'është si skena e Çajupit kjo apo ja? Është e vogël më e vogël. Mini. Forca Irini. Qershori ne presim gjithmonë, ngjyra
gjithë jeta e çdo fëmije. Deri tani, nga tekstet e këngëve që kemi dëgjuar, Pimbi Pumbi si u duket, çdo gjë ka kuptim dhe çdo gjë i dedikohet vetëm fëmijëve. Janë si yll, të jenë të lumtur, të ketë paqe dhe dashuri dhe harmoni, thoshte kënga e Davidit dhe Esterit. I këndohet kemi gjithat nga Lepurusha. Prises kemi arritur te Lepurushat, prises kemi arritur te Lepurushat. Janë dy princesha që ju këndojnë Lepurushave. Hajde, dëgjoj. Forca, kënga e radhës e cila çmimin e tretë. Po, një çmim tjetër të tretë. Titulli i këngës Lotrëndafilas gjyshja ime. Teksti Jurgen Dhima, muzika dhe orkestrim Arli Meta, këndon Alina Tyxhari. Ne e përshëndesim Alinën sepse nuk është në studio me ne sot. Përshëndetje Alina dhe urime për çmimin e tretë. Atëherë, në këtë festival ka pasur edhe çmime të tjera, të cilat fëmijët, të cilët janë vlerësuar me certifikata të ndryshme. Unë do ta nisja me një çmim i cili vjen nga diaspora. U bë gati Rea. Nota e art është certifikata të cilën e ka marrë Rea Demiras me këngën Eja të lozim, me tekst nga Elona Gjergo, me muzik nga Anthulla Tili, orkestrimi Zhani Logori dhe kënduar nga një princesh me fustan të bardhë si Rea, e cila ka ardhur në duet me shoqen e saj Abigailin erën e kaluar, kurse kësaj radhe vjen si solo. Unë po e tregoj certifikatën, Rea e ka marrë me vete, shumë e kujdesshme Rea. E shohim pak, nota e art me tekst e Elona Gjergos, një shkrimtare shumë e njohur dhe dashur, jo vetëm për publikun korçar, por dhe për atë shqiptar, dhe në diaspor, zëri i Reas ka depërtuar larg kufive të Shqipërisë me tekstin e zonjës Elona. Apo jo, Rea? Rea, na trego pak e dashur për këto emocionet, të këndoje solo, erën e fundit ke qenë me shoqen tënde, kësaj radhe ishe vetë. Na trego pak si ishte si eksperiencë. Eksperienca ishte shumë e bukur, po unë nuk kisha shumë emocione, se dija që kënga ime ishte shumë e bukur dhe keq nuk do më dilte. Ky është vetë besim. Dhe s'ka më mirë se sa kur shkon në atë skenë për të dominuar mbi atë skenë. Të lumt Rea. Sa kohë të desh Rea për të bërë këtë këngë? Nuk më desh shumë, se kënga ishte shumë e lehtë për të mësuar. Po me tekstshkruesen e këngës tënde me zonjën Elona, si ishte ky bashkëpunim? I mirë, e takova në teatr dhe ishte shumë zonje dashur me mua dhe e përshëndes. E përshëndesim. Atëherë, ke nderin të dalësh përpara me këtë fustanin e bukur si princesh. Unë e përsëris edhe një herë, sepse vlen për të vlerësuar të gjithë tekstshkruesit, orkestruesit dhe muzikantët e të gjitha këngëve pjesëmarrëse në këtë festival. Çmimi Nota e art me titull Eja të lozim, teksti Elona Gjergo, muzika Anthulla Tili, orkestrimi Zhani Logori, Rea Demiras. Shoqet më thërasin dhe në loj më thojnë. Eja të lozim, dhe bore bardhë po në thëret. Eja të lozim, vimrine po në pret. Po në pret.
ikon, pa internet dhe pa telefon. Lagje shlijoj një fytyrë skuqur, të jesh fëmija ku ka më bukur. O, sa bukur me shoqet kalon, pa internet dhe pa telefon. Dhe pa telefon. Bravo, Shumë bukur pa internet dhe pa telefon. Jo se janë të nevojshme dhe të domosdoshme, por është shumë bukur që çdo fëmijë të shijojë dhe të jetojë fëmijërinë e vet. S'ka më bukur, është gjëja më e bukur që ekziston. Këta që nga vërtet të talentuar në këngë, Jonida. Prit se kemi mbaruar akoma, kemi akoma. O, Jonida, kemi dhe, është dhënë dhe çmimi i publikut. Po. Dhe titulli këngës është Të rritemi me dritë në zemër. Teksti Arsinoi Zengo Calcio, muzika Mjallaj Andrea, orkestrimi Mjallaj Andrea. E dini kush e këndon? Erla Dervishari. Kënga e dytë. Kënga e dytë për Erlan. Erla është fituese e vendit të dytë me yll i vogël dhe fituese e çmimit të publikut me këngën Të rritemi me dritë në zemër. Ne i shoqërojmë Eduard Trokiti apo jo, të gjithë. Vegjëlinë e kisha në djepin e nënës, dashurinë e ndjeja në shpirtin e saj, kur zëri pumbonte në netët pa gjumë, pushoja lotët mbështetur në gjoksin e saj të ngrohtë. Urita si gjithë të tjerët, prindërve u tha, haj shumë në zi, në bangat e shkollës mësova vecenën, që vëndit i falë, di e krenari. Në bangat e shkollës mësova vecenën, që vëndit i falë, di e krenari. Banin në zemër fëmirinë, kujtoni ajo nuk tehet më, të rritemi të fort me dritën në zemër, me krahët e hapur në përqafi, të rritemi të fort me dritën në zemër, me krahët e hapur në përqafi. Vegjëlinë e kisha në djepin e nënës, dashurinë e ndjeja në shpirtin e saj, kur zëri pumbonte në netët pa gjumë, pushoja lotët mbështetur në gjoksin e saj të ngrohtë. Urita si gjithë të tjerët, prindërve u falë, aq shumë në zi, në bangat e shkollës mësova vecenën, që vëndit i falë, ti e krenari. Në bangat e shkollës mësova vecenën, që vëndit i falë, ti e krenari. Bani në zemër fëmirinë, kujtoni ajo nuk tehet më, të rritemi të fort me dritën në zemër, me krahët e hapur në përqafi, të rritemi
dritemi të fortë, me dritën në zemër, me krahët e hapur në përqafi. Kërë mbyrë dhe të çmimin e publikut me këngën tënde. Ne do të vazhdojmë me një tjetër çmim të cilin kemi nderin ta prezantoj. Pimpi. Hajde, shpejt, forca. Është çmimi i performancës më të mirë. Titulli i këngës është Fjala ime të dëgjohet. Teksti Arben Trebicka. Muzika Arben Trebicka. Orkestrimi Arben Neziri. Këndon Maria Bashiku! Ja dhe Maria, ku e kemi Maria, kur ka ardhur për herë të parë në emisionin Pimbi, Pumbi dhe Mishte Vegjël, ashtu si Tea që erdhi me violin, Maria ka ardhur me piano. Më pas, Maria na ka kënduar disa këngë në gjuhë të huaj, unë e mbaj mend shumë mirë, dhe i ka kënduar të gjitha a kapela. Kurse kësaj radhe vjen me një tekst, muzikë dhe orkestrim në festivalin e fëmijëve. Me kapelë? Po, me kapel. Po, me kapel. Mire ke Pimbi, me kapel. Maria, ishte era e parë në festival? Jo. Shojmë nga kamera ande, Maria, dhe flasim. Maria, era e satë ishte që merrje pjesë në festival? Kjo ishte hera e dytë që mora pjesë në festivali i fëmijëve. Maria, të shtyu dikush për të marrë pjesë në festival? Jo. Pra ishte dëshira jote? Po. Maria, për çfarë flet teksti i këngës tënde? Për fëmijë. Për fëmijët, sa bukur. Është shumë këndshëm kur në festival çdo gjë i dedikohet fëmijëve, botës së tyre, që ndoshta edhe përmes këngës të kuptojnë që fëmiria është shumë e bukur. Ta shijoni, ta jetoni, ta gëzoni, të bëni shumë lojra, dhe unë jam shumë e gëzuar që të gjitha tekstet e këngëve tuaja kishin në thelb të tyre fëmirin, lumturinë dhe mirëqenien e të gjithë fëmijëve. Maria, ishe vetëm me muzikë, ishe vetëm me këngë, ishe me piano apo jo? Jo. Vetëm me këngë, në rregull. Maria, performanca më e mirë, fjala ime dëgjohet. Ne do të kemi kënaqësinë ta dëgjojmë fjalën tënde. Edhe një herë teksti, muzika Arben Trebicka, orkestrimi Arben Neziri, Maria Bashiku për ju, performanca më e mirë e këtij festivalit të fëmijëve në qytetin e Korçës. Është kjo fjallë dashuri, unë jam ti dhe ai tjetri, s'jam fëmijë, po jam njeri. Ka fëmijë që janë si unë, ka dhe ndryshe nuk e di. Unë kam vlera, kam dhe ndjenja, kam dëshira si t'ke ti. Po ju lutem, më dëgjoni, shpo ju them, ne fëmijët jemi nesër për të vend. Po ju lutem, më dëgjoni, shpo ju them, mos shkatroni lumturinë që na përket. Ëndra tona mos i prekni, mos ndërhyni në çdo qas. Avokat edhe doktorës mund të bëhen të gjithë bashk. Ka fëmijë që janë si unë, ka dhe ndryshe nuk e di. Unë kam vlera, kam dhe ndjenja, kam dëshira si t'ke ti. Po ju lutem, më dëgjoni, shpo ju them, ne fëmijët jemi nesër për të vend. Po ju lutem, më dëgjoni, shpo ju them, mos shkatroni lumturinë që na përket. Askush s'ka të drejtë ta prek. Atëherë, përveç këngëve fituese që ne i tham nga vendi i parë deri në vendin e tretë dhe çmimet të tjera të cilat janë marrë në këtë festival,
ka patur dhe shumë këngë të tjera të cilat ndoshta nuk janë vlerësuar me certifikata apo me çmime, por janë bërë hit dhe të gjithë fëmijët i këndojnë një zëri, qoftë ata të cilët kanë qenë solist, qoftë kori, por dhe fëmijët të cilët i dëgjuan në teatrin Andon Zako Çajupi. Ka patur dhe zbulime të reja, siç tham Davidi që për herë të parë qëlloi në vendin e parë dhe dy vajza të tjera siç është Elektra Spao dhe Artemis Cako. Atëherë mikrofonin të lutem Maria, t'ja japim pak Elektrës e cila ishte për herë të parë. Elektra, më trego pak të lutem, si ishte të performoje në atë skenë aq të madhe për herë të parë? Si u ndjeve ti? Nuk isha emocione, ishte shumë qef atje. Se unë kam dalë dhe herë të tjera në skenë. Ke dalë dhe herë të tjera në skenë? Po, kam dalë me grupin e baletit. Ke qenë në pozicionin e një balerine, kësa radhe flasim për një këngëtare. Elektra, çfarë të pëlqen të bësh më tepër, baletin apo muzikën? Muzikën. Muzikën, tani që e provove atë emocionin e skenës, thua muzika apo jo? Do të marrësh përsëri pjesë në festival vitin tjetër? Po. Kjo është dëshirë. Urojmë që të realizohet, Elektra. Dhe shpresojmë të fitosh vendin e parë. Ja urojmë të gjithë fëmijëve. Kemi dhe një balerin që i shkëlqejnë sytë. Artemisi. Artemisi është dhe balerin apo jo? Tash i kam ikur nga baleti. Tani ka ikur nga baleti sepse i është përkushtuar muzikës. Artemisi, më trego. Ti se ke për herë të parë. Po. Në festival. Në festival era e satë që merre pjesë. E kam herën e tretë që kam marrë në festival, edhe nuk isha shumë emocione. Herë të para ke marrë çmim? Po, vetëm këtë vit s'kisha marrë. S'kaj, në përsëri sa festivale do kalosh ti, as mos u mërzit fare, do marrësh çmime të tjera. Po, unë nuk mërzite për vete, unë kënaqem për të tjerët kur marrin. Sa bukur ju duar të vitje. Ky është shpirti i Arturisit gjithë fëmijëve të lumë, kështu duhet të jetë gjithë fëmijëve. Shikon, kështu duhet të kënaqesh dhe ti kur më sjellin mjalt mua. Unë kënaqem o Pimi, po ti nuk e kupton. Dgjoj, e di kur kënaqemi ne? Kur ti në fund, domethënë në qershor kur ne të kemi mbylljen e këtij sezoni, të paktën pa gënjeshtra dhe pa ndihmën e askujt, të na thuash numrat nga 1-shi në 10, sepse dhe Joani që është në kopshi i di shumë mirë, dhe të na thuash ato të shkret alfabet se mbarove klasë e parë, ke javën tjetër festën e abetares dhe si përfundim sa numrat të tema që vazo më mjaltë do mjapës. Do ta bëjmë kështu, sa numrat të tota është mjaltë do t'i sjellim? Ta stimulojmë pak? Në rregull. Atëherë, siç gënjen ti po të gënjejnë dhe këta, po siç premton ti po të premtojnë dhe këta, kështu që jemi barabar. Në rregull? O pumbi kush është pas shtatës? Teta. Cila teta? Jo, këshim një muhabet tjetër. Thase teta, e në rregull, mirë. Atëherë, Artemisi, më trego pak, si lindi ky bashkëpunimi tuaj? Po, ta thot Elektra, forca Elektra. Si lindi bashkëpunimi? Këndonte Artemisi e para dhe mësuese Marieta duhet të gjente edhe 2 fëmijë nga mbrapa. Për në korë. Dhe një ditë, po, në kompleks. Ua, si s'na morin e të dy. Thuaj dhe për të dy. Shiko, ajo kishte nevojë për këngëtar. Jo për kishte nevojë për zë të ëmbël, jo për zë të trash, të ulënin të gjithë salla, po kishte nevojë për një zë të ëmbël. Se po thirrët jo të dy, iknin të gjithë nga salla. Jemi këngëtarët më të mirë të pylli. Po, bëjani qefin vetes. Vazhdojmë Elektra. Dhe një herë vajta unë me Artemisin kur kishte piano dhe po bënin këngën. E unë e dija këngën, e pastaj i tha Artemisi mësueses, mund ta këndoj një shoqja time? Mësuesja i tha po. E këndova unë edhe më zgjodhi mua. Dhe kështu nis. Po, mësuese Marita pas ka qelluar përsëri në shenjë jo vetëm me Davidin, por dhe me Elektrën. Të lumt. Tani, e kemi mikrofonin tjetër? Po. Një mikrofon Elektra, një mikrofon Artemisi, skena e vogël është për ju. Unë po e përsërit edhe një herë. Vale kaltër, vale bardh. Teksti Marieta Jasi, muzika Marieta Jasi, orkestrimi Adrian Jorgji, për ju 2 bukuroshe, Artemis Çako dhe Elektra Spaho.
vajza! Ju lumt, edhe përshëndetje e Artemisi. Bravo shumë, ju lumt të dyve. Tani kemi një kënd tjetër, Vallëzoj me kafshët, teksti Adriatik Bejko, muzika Adriatik Bejko, orkestrimi Adriatik Bejko, këndon Edea Cipi. Forca Edea, skena është për ty. Ndjekim këngën, vallëzojmë me kafshët. Faleminderit Edea. Ke pa në valle me Jonitën ose me Tean, valle me kafshët. Do kërcejmë kur të mbyllim emisionin, mikrofonin të lutem. Kur të mbyllim emisionin e fëmijëve, ne do të këndojmë, do të kërcejmë së bashku, ju premtoj që do të heqin valle me Pimbin dhe me Pumbin. Kanë edhe një shok tjetër ata që quhet Miki. Do t'i marrim të tre këtu në skenë. Forca Pumbi. Forca Pumbi. Titulli këngës që do interpretohet tani titullohet Lepuri Frikacak. Teksti Ina Osmanli, muzika Ina Osmanli, orkestrimi Kristi Bello, këndon Rajla Kapazi. Ja kush Rajla, e cila ka vendosur lepurusha tek... O Rajla, mos ki fik, se dhe mami tun. Rajla, është era e para, po? Jo, ishte era e parë. Ishte era e parë në festival? O, sa bukur. Si unë djeve? Unë nuk isha emocione, sepse gjyshja më tha që të mos kisha kur emocione, se... Po. Mos kesh emocione, sepse kur je në sken, i dominon të gjitha. Je vetëm ti, skena, muzika, je për qefin tënd, apo jo? Ti Rajla je dhe violinista, apo jo? Shojmë te kamera, Rajla? Çfarë të pëlqen më shumë, kënga apo violina? Mua më qenë të dyja më shumë, kam dhe baletin të preferuar. Ah, të treja. Të gjitha vajzat dëshirën e parë kam balerinën. Dhe Rajla po i bën të treja, balet, muzik dhe instrument. Të lumë, ne do të dëgjojmë edhe njëherë Lepuri Frikacak. Uroj që ti Rajla mos kesh frikë. Në rregull. Hajde, forca.
që të lumt, Rajla, faleminderit. Ju thash që të gjithë fëmijët, pavarësisht çmimeve që kanë marrë, ka këngë të cilat bëhen hit. Dhe gjatë kohës që Rajla po performonte, por gjatë këngës së Marias, të vajzave, të Ilektës dhe Artemisit, të gjithë po këndonit. I keni mësuar këngë të shokëve apo jo? Të gjithë, shumë bukur. Tani lepurin e kishin frikat sak, por në fakt lepurit i festojmë edhe ditëlindjen. Ditëlindjen e feston Abigajli. Doktor, dalin përpara. E shoqëron dhe Rea në kompleks, ka ditëlindjen Lepurushi, teksti dhe muzika dhe orkestrimi Aleksandër Vezuli, këndon Abigajla Shaholli. Do të thotë që Keci e kishte fajin që Lepurushi festovi ditëlindjen. Dhe i kishte ngrënë letrat, kishte ngrënë ftesat. Të lumë, bravo vajza. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për të falenderuar sponsorin ton Pasticeri Dajanën dhe rikthehemi përsëri. Jemi rikthyer përsëri në studio dhe ne do të dëgjojmë, ne ju dëgjuam me këngë deri tani, por ne do t'ju përshëndesim me prallën ton. Është Nëna Mona, e cila do të na tregoj prallën e radhës, e cila është, e zbulojmë në këto momente. Të dashur fëmijë, ja shtuna erdhi prap dhe unë jam këtu midis jush. Shpresoj të keni kaluar bukur këtë javë. Si në shkollë, me shokët, me mësuese, ashtu dhe në shtëpi me prindrit dhe gjyshrit tuaj. Si që premtova të shtunën e parë, sot do të regoj prap një prallë shumë të bukur. Pralla e Aladinit. Ja ta hapim librin këtu me teta Monën dhe dua të më dëgjoni me vëmendje. Atëre fillojmë. Shumë kohë më parë, në qytetin e Bagdatit jetonte një djali i varfër, i cili quhej Aladin. Një ditë, një magjistar ju afrua djalit dhe i tha: "Eja me mua se do fitosh shumë para. Këtë jetutje do jetosh si një princ i vërtet." I panjohuri e çoi Aladinin në një guvë jashtë qytetit. Hyrë brenda
dhe më jep vetëm lampën, i tha magjistari. Thesarin mbaje për vete. Por djali i zgjuar nuk ja dha lampën. Atëre, magjistari shqiptoi një fjalë të çuditshme, guva u mbyll dhe Aladini mbeti brenda guvës, po vështronte rreth e rrotull. Që më gjeti mua, thaj, i hutuar, Aladini filloi të kërkonte lampën. Por çudi, lampa nisi të ndriçonte dhe nga gryka e saj doli Gjindi madh që bënte çudira. Gjindi foli dhe i tha, "Mo kërko çfarë të duash. Më nxirr që këtu, të lutem, më nxirr që këtu." I tha Aladini. Sa hap e mbyll syt, dëshira e djalit u plotësua. Au! Ma pas, me magjinë e tij, Gjindi e shëndroi Aladinin në një princ të vërtet. Pas disa ditësh, ai e martoi Aladinin me Jasminën, një princesh bukuroshe. Ua! Po nuk kaloi shumë kohë dhe magjistari shkoi në pallatin mbretëror. Ai e gënjeu shërbëtoren dhe mundi ta këmbente lampën magjike me një lampë të pavlerë. Por Aladini kishte gjetur në shpellë edhe unazën magjike. Ai e urdhëroi Gjindin e unazës. Gjeje magjistarin dhe merja lampën magjike dhe ma sill mua këtu. Ajo nuk duhet jetë në dorën e magjistarit të lik, sepse ai mund të bëj shumë të këqija. Gjindi i unazës nuk humbi kohë. Me anë të magjisë, ai e solli magjistarin dhe lampën në pallatin mbretëror maj një qilimi fluturues. Tani dua ta zhdukësh pa name pa nishan këtë njeri të keq. Gjindi ja plotësoi dëshirën Aladinit, që për asaj dite u shtu nga faqja e dheut dhe nuk u pa kur atyre anëve. Kështu ndodhi që të gjitha dëshirat e Aladinit u plotësuan dhe ata ruajtën të lumtur dhe të gëzuar në mbretërinë e tyre. Ju pëlqeu për Allah? Dua t'ju pyes, a duhet të sillemi keq? A duhet ju bëjmë keq njerëzve? Asnjëherë ta duam shokun, ta respektojmë, sepse mirësia është gjëja më me vlerë në botë. Mirënjohja është gjëja më me vlerë në botë. Besoj se mi vut vath dhe vesh këto këshilla. E pra, edhe për sot, emisioni Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël mbaroi. Mirupafshim të shtunën e ardhshme. Me zipres të takohem me ju. Mirupafshim, mirupafshim. Ju pëlqeu prava? Po, ishte vërtet e bukur. Shumë e bukur e interpretuar me mjeshtëri nga Nëna Mona, nga Desdemona Mehmeti, një artiste me shpirt dhe me zemër e cila interpreton kaq bukur praullzat tona. E dini ju që këtë emisionin e fëmijëve dikur e ka bërë Teta Mona, ndërsa sot ne i themi Nëna Mona, se ajo është bërë gjysh apo jo? Po. Ndoshta ju jeni të vegjël, po unë kam marrë pjesë në atë emision ku reprezentonte Nëna Mona. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne në këto minuta në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Faleminderit shumë të gjithë artistëve që kisha sot dhe atyre fëmijëve të cilët nuk mundën të vinin sot në emision, por që kanë shkëlqyer në teatrin Andon Zakoçajupi në festivalin e 58 të këngës për fëmijë në qytetin e Korçës. Japim në dorë të gjithë shokëve. Do të ndjekim edhe një herë, siç është traditë,
këngën fituese mes Esterit dhe Davidit. Çohemi përpara mikrofonat ku humbën, i ka Rea dhe Abigaila. Do ta këndojmë të gjithë bashkë këngën fituese dhe ju themi miru pafshim të shtunën e ardhshme. Forca ti, Joani që je mi vogli, apo pak, ju të dy do të mbani Joani në mes. Ndjekim këngën fituese të festivalit dhe miru takofshim së bashku. Fëmijët sot